Përshëndetje miq, a ju pëlqen lakra kale? Unë e adhuroj, cavolonero quhet këtu. Unë e përdor shumë nëpër sallatra crudo, por aman edhe në shumë receta të ndryshme. Sot u kam sjellë një version supë me qiqëra, zupa quhet këtu. Vërtet fantastike, përgatiteni se është shumë e shëndetshme. Thjesht fare, në një tenxhere aty ku zjeva kunguj që para nuk e hodha ujin te, shtova kërcellat, një karrot, një kokoshqip dhe i zjej. Në një tenxhere tjetër hedhim qiqërat, mbasi ka zier kërcelli me qep në karrotën, i shtojmë bashkë me qiqërat dhe i japim val derisa të zbuten qiqërat. Në një digan, vaj ulliri, një qep tropeja e grim dhe i skuqim. Heqim kërcellat nga tenxheria, shtojmë karrotën dhe qepën te qepën ku skuqëm, një garuzh me qiqëra, i përzejmë, shtypim mirë, i hedhim në një mikser, një kubik me ginger që pat juve aty, mund të hedhni pak spec djeg, si bluajmë, shprajmë mirë miksin, i hedhim, edhe shtuam dhe lakrën kale që kishim lënë me një anë. Lakrën kale sa e hodha tek supa nuk e zjeva fare, nuk ka nevojë, po ju nëse preferoni zjeni, se kjo hahet edhe crudo dhe është e shëndetshme. Kështu një luk parmigiano, vaj ulliri, siç e thash, nëse dëshironi hidhni spec djeg, po unë hodha ginger, se në shtëpi nuk ma pëlqejnë specin djeg, dhe kur thot Eli ç'a tash, me su ju përshëndes.